Aplikimet për skemat kombëtare të bujqësisë do të nisin brenda muajit prill. Këtë vit ka disa risi dhe disa skema që nuk kanë qenë vitet e kaluara, ndërsa ka edhe një rritje të vlerës së përfitimit për fermerët. Duke filluar nga të imtat të matrikuluara normalisht nga 1.200 lekë për kokë kanë qenë do të shkojnë 1.500 lekë për krerë, duke vazhduar me gjedhin nga 10.000 lekë të rinj në 12.000 lekë të rinj dhe duke vazhduar dhe me bletarin ku ka qenë nga 1.000 lekë të rinj për koshere do shkoj 2.000 lekë të rinj për koshere. Pra siç e shohim, kemi pasur një rritje të vlerës së përfitimit për fermerët në skemat subvencionuese me pagesat direkte. Në këto skema ka edhe një rënje të numrit të krerëve për aplikim, çka do të jetë në ndihmë të fermerëve për të përfituar më shumë. Dikur ka qenë mbi 100 kokë të imta, tashmë është 50 kokë të imta, ka qenë mbi 50 koshere është 25 koshere, ka qenë mbi 10 krerë gjedh është mbi 5 krerë, pra 5 krerë e lartë gjedh. Skema e re për këtë vit është ajo e dosave ku për më shumë se 5 dosa fermerët do të përfitojnë 7.000 lekë. Certifikimi i produkteve bujqësore Global Gap vijon ashtu si edhe vitin e kaluar, ndërsa një masë e re është ajo për sipërfaqe të mbjella. Si vit do të kemi pagesë për sipërfaqe për të tërë ata fermerë të cilët plotësojnë mbi 3 hektar sipërfaqe tokë pavarësisht produkteve të mbjella bujqësore, do të përfitojnë 10.000 lekë të rinj për sipërfaqe. Të tjera skema janë ato për investime apo ndërtim stallash, ku përfitimi është 70% e vlerës së investimit, ndërsa në pajisje apo mekanik bujqësore, përfitimi është 50% e vlerës së investimit. Të gjitha këto do të mbulohen nga një fond i akorduar nga qeveria shqiptare prej 53 milion euro.